Me një fjalë shumë të shkurtër, unë do ta përmbledh, atëherë kishte shumë shpresë, tani s'ka më shpresë. Domethënë shpresa I bën njerëzit të aktivizohen, të jenë pjesë e diçkaje, ta kërkojnë atë, të diskutojnë, të kujtojnë, të jenë të ndjeshëm. Mungesa e shpresës është një humbje shumë e madhe për një komb, mendoj unë. Tani, unë nuk po e them në fjalën komb në kuptimin e ekstremist të kësaj, por unë mendoj se shoqëria jonë vërtet vuan nga mungesa e shpresës. Ndërkohë që në 90-ën ishte një shpresë shumë e madhe. Shpeshherë themi që Shqipëria ishte shumë keq, ardhur nga një sistem i jashtëzakonisht I keq, I urryer, I shkatrues, domethënë, një sistem shkatrues që vërtet e shkatroi vendin, por shpresa ishte shumë e madhe. Dhe disbalanca e kësaj ku shpresa shumë e madhe I bën njerëzit që të jenë aktiv, të ndërtojnë, të mendojnë, të ndërojnë dhe të besojnë se ajo që mendojnë dhe që do bëjnë do të funksionojë. Nuk e kemi këtë gjë.